ashtu ndërtimin e 9 qerdheve publike. Qendrën e re të mjekësisë familjare, përshëndetje për ju dhe për qytetarët e Fushë Kosovës. Ashtu si CECE kemi një buxhet të aprovuar, edhe një buxhet për 2026 që është i miratum, në fakt kanë fillu disa punime që të bëhen që CECE rrugën Dardania, e që mendojmë që është duke u bërë një investim i panevojshëm për momentin, sepse aty do të ketë edhe punime tjera të asaj rrugë, e që po mendojmë që është një projekt që parat e qytetarëve të Fushë Kosovës po duhet të investohen si vjet, mirë po edhe vitin e ardhshëm do të jetë rrugë e cila do të ketë prap investime. Do të thotë është një investim i parakohshëm, duke pas parasysh që në vitin e ardhshëm, përveç se është i parakohshëm, është investim i mangët, sepse aty duhet të investohet më mirë edhe duhet parashihen ta zonë. Gjitha ajo infrastrukturë ajrore që është, që janë kablët elektrike, kablët e internetit, nuk janë të parapone që të futen në tokë, kështu që po mendojmë që është gabim. Sido që tjetë. Ne kemi parapon që investimet kapitalet sipas buxhetit të aprovuar dhe kornizat afatmesme buxhetore, kemi një buxhet për 117 milion euro të komunës së Fushë Kosovës, prej tyre janë të parapone 49 milion euro investime kapitale. Mirë, po kjo nuk do të thotë që do të mbetet me kaq sipas këtij buxheti, sepse pretendojmë që të hyrat vetanake të komunës për çdo vit të rriten, duke bërë të mundshëm që komplet pjesa e ndërtimeve që kanë ndodhur në Fushë Kosovë të hyjë si e hyrë e Fushë Kosovës duke mbledh tatimin në pronë, si dhe nga leja ndërtimore. Në arsim kemi parapon investime për 11 milion euro, duke përfshirë ndërtimin e kampusit të shkollave të mesme, e po ashtu ndërtimin e 9 qerdheve publike. Në shëndetësi kemi të parapon të investime kapitale 4 milion euro, ndërtimin e qendrën e re të mjekësisë familjare, e po ashtu shërbime të reja dhe përmirësimin e shërbimeve në QMF-t ekzistuese. Për rini, kulturë dhe sport kemi të parapon investime për 6,2 milion euro, për tyre 1,2 milion euro në renovimin e shtëpisë së kulturës,